Mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Në 18 komuna të Kosovës, qytetarët nesër do t'i drejtojnë kutive të votimit në rundin e 2 të zgjedhor për kryetarët. Për garën e balotazhit të drejtë vote në këto komuna kanë 316.672 qytetar. Komisioni qendror i zgjedhjeve bëri të ditur se tashmë ka përfunduar shpërndarja e materialit zgjedhor, por si problem u theksua votimi me asistencë në Kosovë dhe zarfët me post, çështje këto që nxitën përplasje mes anëtarëve të komisionit. Më shumë se gjysma e numrit të votuesve me të drejtë vote para një muaji do të mund të votojnë sërish në rundin e 2 të zgjedhjeve për kryetar të komunave. Për 1.316.672 votues brenda vendit në 18 komuna, do të hapen 525 qendrat e votimit, megjithse 1.648 vendvotime. Komisioni qendror i zgjedhjeve në mbledhjen e sotme bëri të ditur se ka përfunduar edhe shpërndarja e materialit zgjedhor, proces ky i zhvilluar në disa faza. Por mbledhja e KQZ-s në të cilën u prezantua raporti përfundimtar i përgatitjes së rundit të 2 të zgjedhjeve për kryetar të komunave, nuk kaloi pa përplasje mes anëtarëve të komisionit. Antari i KQZ-s nga PDK-ja, Ilir Gashi, ngriti çështjen e vonesës së fletvotimeve në diasporë. Kemi shumë kërkesa ose ankesa që nuk kanë bërri fletvotimet në për adresa përkatëse. Edhe Sami Hamiti nga LDK-ja u ndal te dërgimi i fletvotimeve te Mërgata. Statistikisht po të shihet me numra, domthon situata nuk është e mirë. Se deri me 6-ën që vjen kur është bërë gjërmimi të pranues që në shku 15.270 zarpe që në statistika i vjen 51%. Kanë mëri. Realisht të kanë mëri 15.270, në proces jenë 5.140, dhe dje ka qenë 700, apo? 700 ditë e premte, sot postat spënojnë. Drejtori i sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Besnik Buzhala, pohoi vonesat, por tha se nuk kanë informata për numrin e fletvotimeve që nuk kanë arritur me kohë në diasporë. Kemi konstatuar përmes raportit që ekzistojnë vonesa në dërgimin e dërgesave postare, të cilat vonesa kryesisht kanë të bëjnë në shtetet skandinave. Të dhënat e sakta pas do t'i dim pasi që t'i tërheqim. Ndërsa antari KQZ-s nga lëvizja vetëvendosje, Alban Krasniqi ngriti çështjen e votimit me asistencë, ku sipas tij po ndodhin abuzime. Ta hetojnë këtë rast deri në fund, sepse nuk mundemi ndryshe me u pastru prej një ndërmarrje kriminale, e cila na ka sjell mira vota me asistencë të njerëzve që janë shënosh si mulla, por të cilëve ju është bler vullneti apo ju shantazhu vullneti. Krasniqi reagoi Gashi duke thënë se ka përpjekje për të penguar të drejtën e votimit. Ndërkohë antari tjetër i VV, Sami Kurteshi, tha se numri i personave me nevoja të veçanta dhe analfabet po del të jetë shumë i lartë dhe përpasoj sipas tij gjatë votimit të asistuar po ndodhin keqpërdorimet. Çdo vot me asistencë në Republikën e Kosovës është korrupsion edhe vjedhje. Derisa Kurteshi dhe antari i PDK-s Arjanit Elshani akuzuan njëri tjetrin për trenin bullgar, akuza pati edhe për votat me asistencë. Nuk shkon kështu. Kolegu ka kërkue mos me i bo hulumtimin për vota me asistencë. Numrat se ndryshon kush. Numrat se ndryshon kush. Same. Numrat nuk e ndryshon kush. 55.961 kanë votuar në zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës në vitin 2019. A e dini sa janë sot? Do me atë analizën që po flasim, janë me 19 komuna, të analizuara është 9.000. Nga gjithsej 29.725 votues të diasporës, zarfet me fletvotime kanë arritur tek 20.033 prej tyre. Ndërkohë 3.170 votues thuhet se nuk kanë qenë në shtëpi në momentin që i ka shkuar zarfi. Në mbledhjen e sotme, KQZ-ja certifikoi rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të rundit të parë për kryetarët e 3 komunave, Prishtinë, Mamush dhe Junik.
Me qëllim të informimit për ecurin e procesit të votimit në rundin e 2 të zgjedhor për kryetar komunash, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka planifikuar 5 konferenca të rregullta, 4 prej tyre gjatë procesit të votimit, ndërkaq në mbrëmje vonë, disa orë pas mbylljes së qendrave të votimit, si rëndom KQZ do të bëj publikimin e pjesëmarrjes qytetare, si dhe të rezultateve preliminare të kandidatëve për kryetar të komunave dhe të subjekteve politike për kuvende komunale. Në balotazhin e së dielës, lëvizja vetëvendosje garon në 12 komuna, në 2 prej tyre si e para, në 10 si e dyta, PDK-ja në 6 komuna, LDK-ja në 9 komuna, AK-ja në 5 komuna. Në shumicën e komunave, diferencat janë minimale dhe çdo koalicion lokal mund të përmbys rezultatin. Ndryshe, kryeqyteti mbetet arena kryesore e përplasjes politike, ku balotazhi zhvillohet mes Përparim Ramës së LDK-s dhe Hajrullah Qekut të lëvizjes vetëvendosje, me një diferencë minimale në rundin e parë, vetëm 0.5%. Në rundin e parë të zgjedhjeve lokale në Kosovë që u mbajtën më 12 tetor, 20 komuna siguruan kryetar të rinj, ndërsa 18 të tjera do të vendosin në balotazhin e 9 nëntorit. Në këtë rund, gara shihet si test i fuqisë së partive në nivel lokal, por edhe si tregues i prirjeve të ardhshme në skenën qendrore. Komunat që zhvillojnë balotazh janë Prishtina, Prizreni, Peja, Juniku, Dragashi, Gjakova, Kaçaniku, Fush Kosova, Mitrovica e Jugut, Rahoveci, Suhareka, Gjilani, Vitia, Vushtria, Obiliqi, Klina, Mamusha dhe Klokoti. Ndërsa kryeqyteti mbetet arena kryesore e matjes së fuqisë politike, ku për më shumë se një dekadë, rivaliteti u zhvillua mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Këtë herë balotazhi në Prishtinë zhvillohet mes Përparim Ramës e Hajrullah Qekut, me një diferencë minimale në rundin e parë vetëm 0.5%. Pas Prishtinës, gara më e vëmendshme zhvillohet në Prizren, ku përballen Shaqir Tota i PDK-s dhe Artan Abrashi nga lëvizja vetëvendosje. Një garë tjetër e rëndësishme do të zhvillohet në Mitrovicën e Jugut mes Faton Pecit të lëvizjes vetëvendosje dhe Arjan Tahirit të PDK-s. Rezultatet e balotazhit pritet të ndikojnë ndjeshëm në hartën politike të Kosovës. Në shumë komuna diferencat janë minimale dhe çdo koalicion lokal mund të përmbysë rezultatin. Në Prishtinë, vendimi i kandidatit të PDK-s Uran Ismaili për qëndrimin neutral apo për krahjen eventuale të njerëz palë mund të përcaktojë fituesin. Lëvizja vetëvendosje garon në balotazh në 12 komuna, në 2 prej tyre si e para, në 10 si e dyta. PDK-ja në 6 komuna, LDK-ja në 9 komuna dhe AAK në 5 komuna. Deputetja e LDK-s Jehona Lushaku ka demantuar një lajm që u publikua mbrëm për një takim sekret mes LDK-s dhe PDK-s. Sipas Lushakut, ky lajm u prodhuan nga makineria propagandistike e vetëvendosjes, ndërsa e vërteta është se takimi është zhvilluar mes kryetarit Lumir Abdigjiku dhe kandidatit për kryetar të Prishtinës, Përparim Rama. Makineria propagandistike e vetëvendosjes është vënë në lëvizje për të krijuar konfuzion, panik e mjegull, pikërisht në kulmin e fushatës. Pas të gjitha dështimeve që s'mund t'i fshehin më, tani po shpikin lajme sekrete për t'i mbuluar me shpifje. Për disa lajme të fabrikuara mbrëm, e vërteta ishte se Lumiri dhe Përparimi pas takimit përmbyllës të fushatës patën një darkë me ekipin e fushatës në Prishtinë, ka shkruar Lushaku, duke shtuar se nëse s'do të ishte fushat, do të kishin ngritur padi për shpifje. Ndërkaq përpjekjet për formimin e qeverisë së re po hynë në momentet vendimtare. Kryeministri në detyrë Albin Kurti thotë se lëvizja vetëvendosje ka bërë mjaft lëshime për formimin e qeverisë dhe se tani topi është në fushën e ish opozitës. Sipas tij, ajo ka 2 opsione përpara, një qeveri tranzitore, Kurti 2.5, që do ta çonte vendin në zgjedhje në dhjetor, ose qeverin Konjufca 1, që do të funksiononte deri në prill të vitit të ardhshëm. Në kohën kur po rrjedh afati për formimin e qeverisë nga mandatari i dytë Glau Konjufca, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se partia e tij ka bërë të gjitha lëvizjet e mundshme dhe se tani sipas tij është në dorën e ish opozitës të vendosë për zhbllokim.
Duke i cilësuar si gjeneroze ofertën për ish opozitën, Kurti tha se i mbetet atyre që ta zgjedhin rrugën e mëtejme. Me qenë su nuk i mora 6 votet e nevojshme, dhamë dhe propozimin tjetër, pa vones, me këtë do të merremi me një herë pas balotazhit, dhe çfarë duhet të theksuar është që opozita e ka në dorë që ta zgjedh rrugën e mëtutjeshme, ose Kurti 2.5 drejt zgjedhjeve në dhjetor, ose konjufsa 1 drejt zgjedhjeve në prill. Cila do prej neve është e pranueshme, le të bashkëpunojmë e le të ecim përpara. U zëvendësua Albulena Haxhiu me Dimal Bashën, tash edhe unë me Glau Konjufsën, vetëm ne kemi lëvizur. Në një prononcim për televizionin lokal të Gjakovës, Syrivizion në mbrëmjen e së premtes, Kurti theksoi se për lëvizjen vetëvendosje është më e favorshme që të votohet Glau Konjufca si mandatar në mënyrë që vendi të ketë një qeveri funksionale për miratimin e shumë çështjeve të rëndësishme. Për Republikën e Kosovës më e favorshmja është të votohet Glau Konjufca dhe ta kemi një qeveri e cila e voton buxhetin e Republikës Kosovës, planin e rritjes për Bashkimin Evropian, pastaj buxhetin për Radio Televizionin e Kosovës, buxhetin për ato 3 komunat që kanë ngelur fatkeqësisht me buxhetet vitit 2024, siç është Prishtina, Gjilani dhe Zubin Potoku, mund të ketë disa marrëveshje të tjera ndërkombëtare dhe të bëhemi gati që në prill të shkojmë në zgjedhje, për shkak se duket që kur me kaq shumë vështirësi mbërrihet tek numri 6 për zgjedhje apo për zgjedhje të presidentes, e kemi të vështirë të bëjmë 80 deputet në sallë, andaj më mirë është që të kemi një qeveri afat shkurtër deri në muajin prill. Albin Kurti, si mandatari i parë për kryeministër nga LVV-ja me 26 tetor, dështoi të formojë qeverinë e re, derisa partia e tij më 4 nëntor propozoi Glau Konjufcën mandatar të ri për qeverinë. I njëjti ka kohë deri më 19 nëntor t'i paraqes Kuvendit të Kosovës kabinetin e ardhshëm qeveritar për votim. Konjufca duhet të merrë së paku 61 vota për postin e kryeministrit dhe formimin e qeverisë së re. Nëse as mandatari i dytë nuk arrin të sigurojë votat e nevojshme për të formuar vendi duhet të shkojë në zgjedhje brenda 40 ditësh sipas afateve kushtetuese. Zgjedhjet e reja po i kërkojnë edhe partitë e ish opozitës, PDK-ja, LDK-ja, AAK-ja dhe Nisma, të cilat siç vlerësohet janë të domosdoshme për tejkalimin e krizës politike e institucionale në vend. Në prag zgjedhjesh, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka përuruar dronin skifteri të prodhuar në Gjilan. Në një shkrim në Facebook, a i ka thënë se pos furnizimeve nga jashtë, tash Kosova po prodhon vetë dronët e parë. Të ardhmën e industrisë së mbrojtjes dhe avancimit të dronëve luftarak po e ndërtojmë e zhvillojmë edhe në Kosovë. Shteti ynë po shndërrohet në vend që prodhon. Në Gjilan vizituam kompanit e prodhimit të dronëve ushtarak skifteri dhe dronët civil nga Future Minds Academy dhe Miga Sky Shield Mar, ka shkruar Kurti. A i ka dhënë detaje për dronët. Droni Kamikaz K1 arrin shpejtësi maksimale prej 180 km/h e lartësie deri në 2500 metra, ndërsa skifteri arrin në 5000 metra lartësi, hapësirë operuese 20 km dhe shpejtësi prej 270 km/h, ka shkruar Kurti. Ndërsa si pasoj e mos funksionimit të kuvendit të 10 institucione dhe agjenci të pavarura që mbikëqyren nga legislativi kanë mbetur jo funksionale ose në mungesë të antarëve të bordeve. Nëse kriza politike vazhdon, numri i institucioneve jo funksionale do të rritet. Institucioni i avokatit të popullit, Komisioni i pavarur i mediave, Autoriteti i konkurrencës, Radio Televizioni Kosovës e organi shqyrtues i prokurimit janë disa nga institucionet e pavarura që kanë pësuar nga blokada institucionale. Njohësi çështjeve kushtetuese, profesori universitar Mazlum Baraliu thotë se për shkak të mos funksionalizimit të institucioneve dhe agjensive të pavarura të Kosovës, dëmët mund të jenë të pariparueshme dhe me pasoja afatgjata. Janë të pariparueshme dhe të pallogaritshme, janë të shumta dhe me pasoja afatgjata.
sepse jo rastisht në kushtetut janë para pa institucionet e pavarura të qeverisë dhe demokratike dhe agjensitë të caktuara. Ato në fushat e tyre specifike bëjnë punë me interes të jashtëzakonshëm shtetëror dhe qytetar. Prandaj mos funksionimi i tyre ose funksionimi i mangët me ushtrues detyre pa kvorum është paraliza atyre organe, pra nuk funksionojnë ato. Në rast se kriza politike vazhdon, numri i institucioneve të pavarura jo funksionale do të rritet, vlerëson avokati Ardian Bajraktari. Është përkeqare dhe fakti që një numër i konsiderueshëm i institucioneve le të thosha vitale të shtetit tashmë janë jo funksionale. Për fat të keq ky numër do të shkojë gjithnjë e në rritje, edhe zgjedhjet janë një zgjidhje pavarësisht që në bindjen time jo më e mira e mundshme, sepse në instancën e fundit nuk ka garancionet që mund të ketë ndonjë verdikt esencial ndryshe nga që kemi pas në shkurt të këtij viti. Kosova nuk ka themeluar në tërësi institucionet e reja pas zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit. Pavarësisht se ku vendi është konstituar pas 60 tentimësh, ai ende nuk është funksionalizuar si pasojë e dështimit të formimit të qeverisë së re. Për më shumë informacione, klikoni në portalin tonë në rtv21.tv. Mirupafshim.